Martesa me Segdit dhe Gjestit, që lindi dhe u kurorzuar brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, duket se po përjeton një krizë të thellë, ndoshta edhe fundin e saj. Në fotosesionin e saj më të fundit, Egdi Tako është shfaqur pa unazën e martesës, gjë që ka ndezur menjëherë spekulimet në rrjetet sociale dhe mediat roz. Burimet të afërta përflasin se çifti ka ndarë rrugët, edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka dhënë ende një deklaratë publike për statusin e marrëdhënies. Mungesa e unazës shihet nga shumë si një sinjal i qartë se diçka nuk është në rregull mes dyshes, që dikur ndante premtime dashurie për jetë në sytë e publikut. A mendoni dhe ju se e gjitha çfarë ndodhi brenda shtëpisë së famshme ka qenë thjesht një mashtrim për të shkuar sa më gjatë në finale? Lini komentin tuaj poshtë videos. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.